Sa shpejt kalon koha, sikur ti ishte fillimi i vitit dhe sot duke përshëndetur atë që po shkon. Viti që la pas ishte një udhëtim i mbushur me diçka që na lodhën, mëngjesi që na gëzuan me buzëqeshje dhe fitore të vogla, me gabimet të cilat janë si mësues që na tregojnë rrugën e duhur për herën tjetër, me sfida që na rriten dhe momente që na mësuan se jeta është shumë më tepër se sa nxehtësimi i përditshëm. Dhe pikërisht këtë e bën jetën më të bukur. Në këtë moment, nëse djesh me zëtën e SMS na mbetet vetëm të mbajmë me vete mësimet e vitit që iku dhe t'i kthejmë ato në dituri për vitin që vjen. Çdo fund është një fillim i ri, dhe çdo fillim na fton të jemi versioni ynë më i mirë. Shpesh ne vrapojmë pas gjërave që nesër nuk do të kenë asnjë vlerë. Ndoshta ky është gabimi më i madh i njeriu, të harxojë ditët e tij me gjëra që nuk mbeten dhe duke i harruar ato që nuk harrohen kurrë. Duhet të falenderojmë më shumë, të dëgjojmë me kujdes, të jemi më të thjellshëm, të ndihmojmë njëri tjetrin, të përpiqemi më shumë për ëndrat tona dhe të mos heqim dorë kurrë edhe kur gjërat na duken të vështira. Viti që po lëm pas na mësoi të vlerësojmë gjërat që ndoshta i merrnin të mirëqenia, se sa e brisht është jeta dhe sa lehtë mund të humbasim mundësitë, ëndrat dhe njerëzit. Na mësoi se paraja dhe lutrat e botës nuk i fshin flakën që mbeten në zemër, por një fjalë e mirë, një kërkim faleje i sinqert, ato janë pasuri që nuk ka vit që i prish. Në fund kur gjithçka shuhet, dritat e festës, zhurmat dhe kurheshtja mbush dhomën, ajo që mbetet nuk janë dhuratat as ushqimet, por njerëzit që qëndrojnë pranë. Ata janë desari më i madh që mund të na jap jeta. Vitet ndryshojnë, orët kalojnë pa ndje, dhe sa kohë kemi njëri tjetrin, kemi gjithçka. Kështu, le të presim vitin e ri me zemra plot mirënjohje për vitin që iku dhe me shpresë për ditët që vijnë. Të ndryshojmë zemrën sepse ajo është e vetmja që mund ta bëjë botën edhe pak më të mirë dhe kështu le të hyjmë në vitin e ri me dashuri, harmoni dhe besim. Dhe pyetja e vetme që ja vlen të japim përgjigje është se fundi çdo viti nuk na pyet çfarë kemi mësuar, por çfarë njeriu jemi bërë. Gëzuar vitin e ri 2026.